Mendoj unë jo vetëm ndaj Iglitares, ndaj familjes së tij, por një shtim penalitetesh në drejtim të tij, një arrestim i mundshëm, do ishte një imazh shumë i rëndë edhe për gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë. Sepse imagjinoni pak media italiane, që është një media shumë e fortë, shumë agresive, imagjinoni do ta kishte headlines në gjitha gazetat, në gjitha portalet një ditë më pas. Mos të them që edhe mund ta kenë bërë që ditën e sotme. Pra, kjo është një keqardhje shumë e madhe, uroj shumë që të dali i palagur nga gjithë kjo histori. Ndryshimi nga hera e parë ndaj zonjës Balluku ka qenë që nuk ka patur akuza për korrupsion. Dhe unë kam qenë nga ata individ që këtu kam folur në favor dhe të zonjës Balluku për pjesën që ka të bëjë me mungesën e akuzave për korrupsion. Dhe kam thënë që kjo është një gjë e mirë, që nuk kemi zyrtar që ka akuza për korrupsion. Dhe po në këtë studio kam thënë që ose do ketë akuza për korrupsion, fakte për korrupsion, atëherë këtu ndryshon loja. Ndryshon situata, ndryshon qasja, që do thot korrupsioni është i pa amnistueshëm, korrupsioni është i pa mbrojtshëm. Nëse ka akuza dhe ka fakte që ka bërë korrupsion, atëherë zoti Rama nuk duhet ta mbrojë më kësaj radhe. Unë isha kundër në fakt edhe mbrojtjes politike që u bë herën e kaluar, pavarësisht se ligjërisht zoti Rama, Partia Socialiste mund ta bënte dhe e bëri sepse në kushtetut, fatmirësisht, fatkeqësisht, ne duhet ta themi nuk është a priori që çdo kërkesë që vjen nga prokuroria duhet të pranohet. Por nëse janë të vërtetë ato që qarkullojnë në media, pra për pasuri marramënse, vila, ku dëgjon, dhe ka prova, atëherë kësaj radhe zonja Balluku nuk duhet të ketë asnjë lloj koperture ligjore. Çfarë pritet si hap tjetër Arbër, do shkojë logjika të çon drejt kërkesës për arrest, logjika. Sepse kështu funksionon. Nuk mund të hetohet zoti Tare, të akuzohet për shtëpinë e zonjës Balluku që ka në emrin e tij, por ndërkohë shtëpia e saj, dhe ndërkohë të mos ketë pasoja dhe ndaj asaj që është me sa duket burimi kryesor nëse do dalë i tillë i gjithë kësaj zallamahie. Kështu që automatikisht do shkoj tek kërkesa për arrest. Dhe Rama do dorëzohet heqja e imunitetit. Unë nuk e di të them çfarë do bëj zoti Rama. Unë shpresoj nuk ka argumenti se Rama në fakt është shprehur se nuk ka akuzë për korrupsion dhe ne unë e kam thënë dhe i qëndroj parimit. Është gjithmonë parimi që duhet të mbaj. Nëse ka akuza për korrupsion dhe i ka ashtu siç thuhet, atëherë nuk ka diskutim këtu. Zonja Balluku duhet të vejë dhe si çdo qytetar tjetër të përballet me drejtsinë, sepse në fund të ditës ajo ka prezumimin e pafajësisë dhe është e pafajshme në momentin që ne flasim. Një njeri që është i pafajshëm nuk ka frikë të përballet nga drejtësia pa imunitet. Pra zonja Balluku duhet shkojë të japi dorëheqjen nga imuniteti dhe të përballet me drejtsinë nëse ato akuza janë të shkruara e zeza në të bardhë. Dhe pritës së vërtetës deri tani duhet themi disa fjalë të mira për SPAK. Me zotin Braho duket shumë i kujdesshëm, nuk ka rrjedh asnjë gjë në media, nuk ka patur informacione të copëzuara, të cilat mund të ushqejnë më pas gjyqet publike, por janë informacione që mezi qarkullojnë dhe mezi dalin. Dhe me sa duket është më procedurial. Pra, po ta shikoni, nëse do ishte për shembull zoti Dumani do ta kishte ndryshe piramidën e funksionimit. Pra do kishte një goditje të madhe, do dilnin informacione në media ndaj zonjës Balluku. Nëse po shikoni zotin Braho, ai po e merr me dëshmitarët. Pra me njerëzit që ai mendon ose dyshon që mund të jetë ka qenë proceduralisht, le të themi. Pra ka një lloj profesionalizmi që bie në sy dhe një lloj qetësie, nuk ka nevojë për të bërë një zhurmë. Me bisturi, Nuk ka nevojë për të bërë zhurmë pa patur diçka konkrete. Dhe me sa duket zoti Braho në këtë po funksionon, që po bën të gjitha letra siç duhet, po e merr nga poshtë lart, nuk po fillon më njëherë lart edhe pastaj të shkoj poshtë. Megjithatë, fut dhe protestën në këtë situatë. Jo, nuk do dalin të protestë. Jo, vëmendja e madhe që ka ndaj Shqipërisë, gjitha media ndërkombëtare, unë tani po shikoja edhe emailin tim, një media amerikane më ka kërkuar për të dhënë intervistë. Pra imagjino se sa shumë zhurmë është bërë për Zvërnesin. Fut gjithë të vëmendje, fut hapjen e kapitujve, fillimin e procesit për mbylljen e kapitujve për Bashkimin Evropian. Fut gjithë këtë vëmendje të madhe, ndërkombëtare, lokale e të tjerë, është i destinuar mendoj që zoti Rama të mos ta mbrojë më politikisht dhe t'ia heqë imunitetin zonjës Balluku. Gjoj, si e shikon, si e lexon këtë zhvillim?
çfarë pasojash do të ketë për ish zëvendës kryeministrin zonjën Balluku? Kjo puna e imunitetit kujton shprehjen që mund të vraposh, po nuk mund të fshihesh. Domethënë, sado që të shtyhet kjo mos përballje e detyruar në një moment caktuar me drejtësi nuk është se i bën gjë, po themi llogaridhënies, thjesht mund ta shty në kohë. Herët ose vonë, zonja Balluku duhet që të përballet me akuzat që spaku pretendon fajtpunës së vet se ka arritur t'i vërtetoj. E tha shumë mirë pjesën ligjore dhe Almeri dhe Arbi, por ndërkohë kemi të bëjmë me një lloj bumerangu për vetë deklaratat që Rama përdori për mbrojtur Ballukun. Pra ishim kushtet e akuzës parë, që kishte të bënte me shkeljen e barazisë në tendera, dhe ndoshta dhe juristët mund bien dakord që është një vepër deri diku e dobët, pa çka se flitej, po themi për miliona euro të dyshuar abuzimi. Okej, po si koncept i veprës ishte një vepër e dobët. Tani kemi me dy vepra tjera që është korrupsioni pasiv dhe pastrimi produkteve të veprës penale kryer në bashkëpunim, që është një rrethan rëndues. Tash vetra me gojën e vet tha që me këtë vepër është e kot bllokosh, po themi numrin 2 të qeverisë, kur hetimi mund të vazhdoj pa patur elemente të tjera. Tashmë Rama është para fjalëve të veta, përpara argumentave që përdorin në radhën e parë për të mos lejuar heqjen e imunitetit zonjës Balluku. Mendoj se një tjetër kërkesë në parlament është çështje kohe, sepse kemi të bëjmë me rrethana të ndryshuara. A do ta heq majoranca këtë radhë imunitetin e Ballukut, jam dakord në parafolsi, nuk kam justifikime, pra duke nxitur dhe vetë nga argumenti që vetë paraqiti, por pikpyetja e madhe ka të bëjë me sa i fortë do të jetë presioni ndërkombëtar gjatë kësaj radhe. Kujtojmë radhën e parë që ambasadat më të rëndësishme, por duhet të theksuar me përjashtim të ambasadës amerikane, dhe kjo është pikpyetje e madhe. Të gjitha ambasadat e tjera europiane, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, që s'është pjesë e BE-s, por ka një rol të jashtëzakonshëm edhe në përparimin tonë proceset integruese, e thanë shkoqur që rastet e pengimit drejtësisë në hetimin e zyrtarëve të lartë përbën realisht një pengesë të madhe për rrugën e integruese drejt BE-s. Megjithatë, pam një proces që ishte një gjysmëhapi më tej në rrugën e integrimit, si ishte mbledhja e 8 e konferencës ndërqeveritare. Tashmë pikpyetjet janë dy, sa fort do të reagojnë ndërkombëtarët dhe sa fort do të reagojnë shqiptarët që janë zotët e shtëpisë. Arbri përmendi dhe protestën që po zhvillohet në rrugët e kryeqytetit dhe me sa kuptohet edhe në qendra të tjera ku jetojnë shqiptarë mbar botën, dhe kombinohet, si thua, një lloj presioni i dy fisht për ta detyruar, si thua, qeverinë bëjë një akt krejtësisht normal për një shtet që do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Almer, nëse shkojmë te ky skenar që thot Gjoj, për shkak edhe të presionit ndërkombëtar, presionit protestave, pozitës ku ndodhet sot kryeministri Rama në raport me atë që po ndodh në Zvërnec, nëse shkojmë tek skenari i dorëzimit të imunitetit zonjës Balluku apo tek skenari i arrestimit saj, siç paga shumë po e para emron ti. A do të prodhoj kjo, mendon, një kosto të rënd për mazhorancën në kuptimin e çarjes brenda kësaj mazhorance? Shiko, unë mendoj që Belinda Balluku është një peshë shumë e fortë brenda Partisë Socialiste, për faktin që ka ushtruar shumë pushtet gjatë këtyre viteve të fundit. Ajo administron një grup parlamentar me njerëz të saj të besuar, përflitet gati ke 20 persona, pra 20 deputet, administron 4 dhe 5 ministri, drejtoritë më të rëndësishme që ushtrojnë kompetenca të forta në vend, administron Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Ministrinë e Rendit, Ministrinë e Financave, pra të gjitha ministritë të cilët kanë buxhet, ministritë të cilët janë themeli dhe kolonat e një shteti i cili duhet të qëndrojë në këmbë. Pra, aktualisht kryeministër de facto është Belinda Balluku, jo Edi Rama, sepse ajo ka firmosur, ajo ka ushtruar kompetencën,
e zëvendës kryeministrit, po me kompetencat e një kryeministri. Belinda Balluku ka emëruar dhe ka shkarkuar çfarë ka dashur ajo. Ka shkatruar brenda Partisë Socialiste çdo grup dhe çdo rival të mundshëm. Është njeriu i cili ka investuar në arrestimin e Erion Veliajit. Është njeriu që ka investuar në çmontimin e grupit e Ergyll Sagasit, se ne dimë kush është grupi i Ergyll Sagasit dhe pesha që ka pasur brenda Partisë Socialiste. Pra, të gjithë rivalet e mundshëm ajo i ka shkatruar, ka kontrollon dhe është njeriu që ka vendosur veton për kandidatën e Bashkisë Tiranës. Pra, duhet të themi që Ogerta Monastirliu është një mikeshe ngushtë përveç Edi Ramës dhe është dhe Belinda Ballukut. Pra, çfarë do Belinda Balluku e ka arritur ta marrë brenda Partisë Socialiste. Atëherë, duke parë këtë lloj terreni politik që Belinda Balluku ka ushtruar pushtetin e pa diskutueshëm dhe cila i ka sjellë asaj ato pasojat që me gabimet që ka bërë të qëllimshme me aktet korruptive, kuptojmë që tashmë Rama po largon nga këmbët një peshë shumë të fortë. Unë nuk mendoj që Ramos qeverisë do sjellë një pasojë të largimit Ballukut, sepse tashmë efekti Ballukut është dhënë. Ai e ka shkarkuar dhe ajo reagimi çfarë duhet të ishte ka ndodhur dhe nuk mendoj që ka ndonjë pasojë direkte për qeverinë largimi Ballukut në këtë moment. Por do ndodhë një gjë tjetër. Me largimin e Ballukut i bie që të largohen të gjithë njerëzit e Ballukut. Dhe unë mendoj që Edi Rama edhe pas protestave duhet të bëjë një ristrukturim të qeverisë, të kabinetit të tij. Dhe do ta bëj shumë shpejt. Pra unë mendoj që të gjithë njerëzit e Ballukut duhet filluar nga Petrit Malaj, Ermal Nufi, ministri i Brendshëm, e të gjithë ai Lamallari, e të gjithë ata që janë njerëz të Ballukut nuk do jenë më ministra. Sepse klani Ballukut tashmë ka rënë. Kur bie kreu i grupit, ashtu do largohen të gjithë ushtarët e saj. Dhe a ka efekt kjo në qeverisin e vendit? Patjetër që ka efekt. Se unë mendoj që do sjellë një qeverisje më të mirë rasti do vendosim njerëz të pa korruptuar. Jo, a do çaj PS në shpytje apo? Deputetët. Sa kohë folën për ministër, po deputetët që janë asnjë nga deputetët e Belinda Ballukut nuk ka shansin të kundërshtojë Edi Ramën kur do t'i paraqitet me provë. Ora është me provë dosja më zotëri. Qashme mi faqe redo që e mbron Partitë Demokratike sot. Nuk e mbron se do Balluku, po mbron vetveten se është përfshir, po njësoj sa Balluku brenda. Edhe kjo prova e re që është vila, edhe vilat e tjera. Ka të faktuar redo që biznesmen afër Belinda Ballukut i fshejnë parat Belinda Ballukut. Është e faktuar që Rok Gjoka zotron 50 milion euro të Belinda Ballukut. Është e faktuar mbi 70 milion euro të Belinda Ballukut fshihen në arkën. Si e faktuar? Është e faktuar, është në hetim. Që është e faktuar që të gjitha tendrat që ka përfituar Rok Gjoka, Gjoka Construction janë parat të Belinda Ballukut. Këta ka marrë vetëm pjesën dhe pjesa tjetër e ka marrë përqindjen e vogël dhe pjesën më të madhe ka Belinda Balluku. Por qëndron kasafortën e këtyre. Ne e dim shumë mirë që Bashkim Mulaj ka marrë një tender 1.3 miliard euro për rrugën Thuman-Kashar, pjesën më të madhe të këtyre fitimeve ka Belinda Balluku. Pra 70 milion euro i mban në arkën edhe më shumë biles, mban në arkën e tij ky Bashkim Mulaj për Belinda Ballukun. Pra të gjithë këta të cilët Arb Rabazi është një nga njerëzit që sot ka marrë çdo tender të mundshëm, tender pastrimi në çdo bashki dhe çdo edhe në qeveri. Është tenderi Unazës madhe. Ashtu janë dhe disa biznesmenë të cilët sot figurojnë biznesmenë me letra, por janë njerëz prestanome që zotrojnë pasurinë e Belinda Ballukut. Janë njerëz të cilët kanë aty në ark siç mbante ky iglitare vilën, mbajnë paratë e Ballukut. Këtë duhet hetoj Spaku. Ktu duhet të shkoj. Po shkon sepse unë kam bërë një kallëzim në Spak zotri. Kam kallëzuar Rok Gjokën, Gjoka Construction për rrugën e Arbrit. Dhe Spak më ka njoftuar që ka nisë hetim për këtë çështje. Pra janë vënë në lëvizje. Tuneli Murrizit është një vepër penale, një akt korrupsioni, një akt korruptiv i pashembull ku është hapur tuneli pa u kolauduar. Edhe unë këtë kam paraqitur me dokument në Spak. Dhe unë jam njoftuar si kallëzues që është çelur hetimi. Pra këtu nuk ka nevojë të shkojmë larg ne. Ne mjafton të marrim të bëjmë bashkëpunëtorë drejtësisë të gjithë. Të gjithë ata të cilët përfitojnë tendra nga Ministria e Infrastrukturës, të gjithë ata që përfitojnë tendra nga Ministria e Energjetikës. Pra, duhet marrë, s'ka nevojë, ke emrat janë thirrur. Është një listë e gjatë emrash e të gjithë oligarkëve të infrastrukturës rrugore, të rrugëve të cilët marrin tendra. Salillari me shok. Të gjithë më ka dalë, janë pyetur të gjithë. Këta emra janë ata të cilët zotrojnë pasurinë de facto të Belinda Ballukut. Belinda Balluku nuk i ka të gjitha paratë në emër të vet. Nuk është aq i çmendur. Normal që i ka lënë emër të këtyre. Dhe këta bëjnë biznes me paratë e Belinda Ballukut dhe në fund fare ai është pronarja. Ore zotri. Njëjtë si iglitare po thua. Pra po ta them, unë po të përmend me emra të gjithë. Rok Gjoka zotron 50 milion euro e faktuar Belinda Ballukut. Pra këto janë me prova. Mjafton po them që Spak të bëj bashk dhe ka nisë tim po thua. Ka nisë tim patjetër më. Tani zotri, është e faktuar që
Bashkim Mulaj me një telefonat, një fondi zvicerani ka kërkuar se si t'i fshej 6 milion euro. Të kujt janë këto 6 milion euro? Belinda Ballukut pra. Edhe kjo po ndiqet. Është e faktuar që një nga biznesmenët i cili është përfshirë, Lirin Fezollari, në dosjen Buka të Arben Ahmetajt, ka transferuar 50 milion euro për Belinda Ballukun në Austri. Është e faktuar që Sokol Balla ka transferuar para jashtë vendit në disa destinacione. Tani këto janë në SPAK, nuk po flas me emërsime, janë aty. Janë çështje që janë aty. Ka dhe shumë të tjerë që kanë transferuar para në Belinda Ballukut. Po tani unë dakord se ideja është, unë duhet kuptoj këtë, Almer. A është goditja e Ballukut një goditje për Ramën në kuptimin e mundësisë largimit të Ramës? Kjo është një siren alarmi për popullin shqiptar, i cili po proteston, atje ka dalë proteston përballë qeverisë, por një protestë që duhet kishte këtë lloj moto, jo moto të kishte atë projektin e Zvërnecit. Sa i projekti Zvërnecit është projekti më i rëndësishëm i ardhur ndonjëherë në Shqipëri, por qarqet anti-shqiptare në bashkëpunim me influencat politike të vendit kanë gjetur një motiv që s'është i duhur dhe protestojnë. Tani unë i ftoj shqiptarët të dalin protestojnë të kërkojnë largimin e Edi Ramës për çështjen e aferës korruptive Belinda Ballukut. Duhet ta bënin me kohë. Nuk kanë protestuar shqiptarët, ata të cilët pretendojnë që janë shqiptarë të ndershëm dhe luftojnë, nuk kanë protestuar kur u kap 50 milionë euro te tuneli Llogaras. Kur u kap vjedhjet e incineratorët, nuk kanë protestuar. Nuk kanë protestuar kur u ndërtua teci në Roskovec nga Bashkimi Mulaj, që të prodhonte energji për Greqinë. Këta shqiptarë nuk kanë protestuar. Nuk kanë protestuar kur janë vjedhur miliona tek rruga Thuman Kashar, tek tuneli i rrugës Arbrit. Pra shqiptarët tani kanë një motiv të fortë të protestuar. Kjo është motivi, po thoj. Pra ky është motivi kryesor, jo të dalin protestojnë pse po vin 4 miliardë euro në Shqipëri. Tash do shkojmë aty. Arbër, si e shikon fatin politik të Ramës nëse Balluku shkon në këtë skenar që na tha Xhoji? Shiko, Rama është duke kaluar një moment të vështirë. Momenti i parë i vështirë është nga protestat. Momenti i dytë i vështirë është që pas një lloj pauze që pati nga çështja e zonjës Balluku, ndryshimet në ekzekutiv dhe në një farë mënyrë fjetje e kësaj çështje, tashmë po rizgjohet përsëri vëmendje. Dhe nëse herën e parë zoti Rama kishte më të lehtë për ta kaluar, sepse në fund të ditës argumenti kryesor ishte nuk ka akuza për korrupsion, kësaj radhe loja shkret ndryshe, dhe kësaj radhe është shumë e vështirë që zoti Rama ta mbajë zonjën Balluku. Është në një ditë të vështirë, në një periudhë të vështirë, kjo nuk duhet harruar. Vëmendja medias ndërkombëtare është shumë e madhe, protesta po bën të vetën, sheshi po mbushet. Dakor, nëse e lëshon Ballukun, sheshi po mbushet. Shiko, është i destinuar ta lëshoj zonjën Balluku kësaj radhe, sepse është shumë fragjil në pjesën e integrimit të Bashkimit Evropian. Nëse e lëshon, aprovon Balluku një çarje që mund ta çojë Ramën drejt. Jo, nuk prodhon një çarje, sepse nëse ne themi që prodhon një çarje në numra flas, në parlament. Zonja Balluku i bie që këta janë deputet 100% të zonjës Balluku dhe jo me firmën e zotit Rama. Ndërkohë vërtet është krejt ndryshe. Këta janë deputet që kanë marrë firmën e kryetarit të Partisë Socialiste dhe kryetari i Partisë Socialiste nuk është zonja Balluku, është zoti Rama. Zonja Balluku për shkakun sa janë Almer. Zonja Balluku. Të gjithë ka vetëm Balluku. Zonja Balluku 14. Zonja Balluku jo 14, 12. Pra zonja Balluku ka forcën e saj, ka peshën e saj, nuk diskutohet, por nuk është ajo që kontrollon Ramën. Por gjithë ata që ndoshta edhe e fryn nganjëherë më shumë se ç'duhet, është Rama që kontrollon Ballukun. Pra nuk është e kundërta. Dakor. Që të jemi tani të sinqertë. Rama pse ndryshoi një qëndrim Rama që nuk e kishte bërë me asnjë të ngjashëm me Ballukun, përfshirë Ahmetajn, për shembull, që ishte të njëjtën pozitë. Sipas ti, se të gjithë e kanë interpretuar sipas ti, forca e saj është nuk diskutohet, por jo forcë kushtëzuese. Unë nuk besoj që Zeqenia do iki nga Partia Socialiste dhe do t'i shkaktoj Ramës zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Se besoj. Nuk e besoj që të gjithë ata që janë deputet Cenoklosi do iki nga Partia Socialiste dhe do shkaktoj zgjedhje të parakohshme. Do t'i bënte ndërë Edi Ramës të ikte sepse është nën akuzë. Pra, nuk kam për ta bërë, nuk janë politikan në race, nuk janë njerëz me dinjitet të fortë politik dhe publik. Nuk e kanë këtë kostum. Po personazhet Arbër si Spiro Pali, Braçe, që pam së fundmi që doli do të përfiton. U zbutën. Unë kisha një shpresë zoti Braçe u zbut.
u zbut dhe nuk dihet çfarë bën tani, denoncon rrugë. Tani denoncon drejtorinë komunale të bashkisë. Jo kjo rruga, jo rruga, jo kjo cepi, jo pa i cepi. Detyrën e deputetit po bën në final. Detyrën e deputetit po bën. Po s'po bën, s'është detyrë deputetit. Opozita, ajo është detyrë e një lloj betejë politike. S'është sepse Unë mendoj që filloi me deklarata për demokracinë. Erion Braçi është deputeti zonë i lagjes ku ne jetojmë bashkërisht. Dhe aty sa herë denoncon ai ka përmirësime të rrugës dhe kjo është shumë pozitive. Dgjoj, po çfarë përmirësime më merr? Unë Unë përdor biçikletën, ti e di. Po ka të paktën një vit e gjysmë nuk ka një vizim të rrugës për biçikletat më zot. Këtu bën Erion Braçi. Po një skandal. Po çfarë rregull? Dakor,